E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për t'u pozicionuar tek artisti mrekullueshëm shqiptar Luizelli. Luizelli ditën e sotme ka publikuar këngën e tij të re Male o ju male. Një projekt i punuar me inteligjencën artificiale, do me thënë videoklipi është përzgjedhur që të bëhet me inteligjencën artificiale, me AI, duke sjellur në pa një fshat të vjetër shqiptar tradicional, i mbuluar nga dëbora, do me thënë në fakt më pëlqeu një skenar shumë i bukur, një skenar shumë fantastik, një skenar shumë i ëmbël i cili dhuron shumë energji të mirë, një fshat i mrekullueshëm i cili jep pozicione, jep energji të bukur. Luizi gjithmonë i ka kënduar kombit shqiptar, Luizi gjithmonë i ka kënduar zërit shqiptar, është një artist që nëpërmjet artit të tij ka sjell një dimension krejtësisht tjetër dhe është vlerësuar tek publiku. Kënga, fatmirësisht do me thëmë për vetëm 1 orë apo 2 orë, ka arritur që të merë 10.000 klikime, do me thënë është me klikime reale, duken që nuk janë klikime të blera, është mbështetur jashtëzakonisht shumë drejt 1.000 lajkave dhe 213 komente, ku të gjithë do me thënë po mbështesin këtë projekt i cili i kushtohet djemve që janë larguar nga fshati, vetëm e vetëm për të gjetur një rrugë më të mirë, për të gjetur një jetë më të mirë, do me thënë nga vështirësitë, por duke mos haruar asnjëherë origjinën e tyre, duke mos haruar asnjëherë vendin e tyre, duke mos e haruar asnjëherë traditën edhe varet e tyre. Do të thënë në këngë janë të theksuara tradita, kultura, vuajtjet shqiptare dhe nëna të cilat kanë ikur nga ky univers me zemër të thyer. Është një këngë që në fakt kur e dëgjon të përlot mban shumë patriotizëm brenda, mban shumë vlerë të madhe dhe siç duket është mirëpritur me shumë dashuri nga shqiptarët. Unë nuk dyshoj që Luizi nxjerr këngë që në fakt na përfaqëson, falni, të gjithë shqiptarëve. Uroj që kjo këngë të jetë një himn shqiptar dhe të vlerësohet dhe të mbështetet nga të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë.